Me synimin për t'i treguar botës se historia e Europës dhe vetë Europa do të dukeshin ndryshe po të mos ishin sakrifica dhe flijimi i serbëve, Teatri Kombëtar Serb në Novi Sad ka paralajmëruar operën Betejë e Kosovës. Opera do t'i jepte një jetë të re skenike kësaj ngjarjeje historike që do të mundsonte promovimin e kulturës serbe në të gjitha skenat teatrore dhe operistike botërore. Citohet të ketë thënë ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së këtij institucioni, Dragana Milošević, e cila këtë operë e ka cilësuar si projektin më të rëndësishëm në historinë e teatrit serb. Lista e projekteve propagandistike serbe është e gjatë, prej filmave, dokumentarëve, veprave letrare e të shitura si shkencore, e tash synon edhe një alamet projekti operistik titullohet Betejë e Kosovës. Pretendimet janë madhore, ende pa janë nisur cilësohet si njëra prej projekteve më me peshë në historinë e teatrit serb. E synimet janë që me këtë të shkelen skenat botërore. Teatri Kombëtar Serb në Novi Sad ka paralajmëruar betejën për sezonin e ardhshëm me premierën më 2027. Prej shpjegimit që ja ka bërë kësaj nisme ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së këtij institucioni Dragana Milošević, zbërthehen edhe qëllimet. Betejë e Kosovës përfaqëson projektin më të rëndësishëm në historinë e teatrit serb. Me këtë operë, vuajtja kosovare e popullit serb për shpëtimin e Europës së krishterë do të lartësohej në sytë e opinionit botëror. Përveç ngjarjes kryesore e cila do të zhvillohej para, gjatë dhe pas betejës së Kosovës, opera do të bazohej në idenë se në fushë Kosovë në vitin 1389 u mbrojtën themelet e sotme të Bashkimit Evropian. Historia e Europës dhe vetë Europa do të dukeshin ndryshe po të mos ishin sakrifica dhe flijimi i serbëve, citohet të ketë thënë Dragana Milošević për mediat serbe.